Një aksident I rënd ka ndodhur rreth orës 22:15 të mbrëmjes së të njëjtës pranë mbikalimit te ura e Delanit në Durrës. Një automjet tip BMW X5 në të cilin udhëtonin dy të rinj është përplasur me barrierat metalike dhe ka rënë nga mbikalimi nga një lartësi e konsiderueshme, duke përfunduar mbi një dyqan lulesh. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën 18-vjeçarja Vikena Greku nga Fieri, e cila ishte pasagjere në automjet, ndërkohë drejtuesi I mjetit 26-vjeçari Arbër Xhaxhaj ka mbetur I plagosur rënd dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Të lënduar ka mbetur gjithashtu edhe dy kalimtar, të cilët pasi kanë marrë ndihmë mjekësore në spital, janë larguar drejt banesave të tyre. Në vendngjarje ka qenë e nevojshme ndërhyrja e zjarfikësve dhe e policisë për të nxjerrë personat e bllokuar nga automjeti, I cili është shkatruar plotësisht nga përplasja. Paraprakisht dyshohet se aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë së lartë. Në një pjesë të mbikalimit të urës së Dajlanit po kryen punime në njërin nga korsit, ndërsa rruga ka qenë e pajisur me sinjalistik dhe tabela paralajmëruese. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti fatal.